Charlie Chaplin, aktori që nuk pati jetë aq komike sa rolet e tij. Charlie Chaplin u ka mbjetuar kohëra, vendon se periudha e tij si regjisor i përket një të shkuar e të largët. Edhe ata që nuk janë rritur me Charlie Chaplin dhe filmat e tij e njohin e ndacakun. Ai nuk ishte një yll Hollywoodi, thot eksperti amerikane Chaplin Liza Steinhaven, sepse kur ai ishte një yll Hollywoodi nuk ekzistonte. Charlie Chaplin ishte një aktor komik britanik i cili u bë një nga yjet më të mëdhenj të epokës së filmit pa zë të shekullit të 20. Aktrimi i tij mbështetur në pantonimën dhe lëvizjet e çuditshme bëri që shumë njerëzve t'ju figuronte buzëqeshja në fytyrë. Por Charlie nuk kishte një jetë aq të lehtë dhe aq komike sa paraqitej në rolet e tij. Ngritja e tij në botën e filmit dhe arritja e famës ishin mjaft sfiduese për të. Ai lindi në 16 prill të vitit 1889 dhe ndroi jetë në 25 dhjetor 1977 në Zvicër. Aktori, skenarist, regjizori dhe producenti anglez Charlie Chaplin ishte një nga pionierët e kinemas dhe një nga artistët më të mëdhenj në historinë e filmit. I lindur në Londër, Chaplin vinte nga një familje varfër. Baba i tij, një pianec, braktisi Chaplin nënën dhe vllajën e tij më të madh, jo shumë kohë pas lindjes së Chaplin. Kjo bëri që ata të mbesin vetëm nën kujdestarinë e nënës së tyre, e cila ishte një këngëtare. Nëna e Chaplin, e cila pas një kohë filloi të vuante nga probleme të rënda mendore në një performancë që do të prezantonte djalin e saj më të vogël në qendër të vëmendjes, sa e humbi zërin e saj në mënyrë të pashpjegueshme në mes të një shfaqje, duke bërë që menaxheri të shtyjë Chaplinin 5 vjeçar, të cilin ai kishte dëgjuar të këndonte në skenë për ta zëvendësuar atë. Chaplin ndezi audiencën duke i mahnitur ata me praninë e tij natyrale dhe këndin komik, ku në një moment ai imitoi zërin e nënës së tij. Për një kohë Chaplin dhe vllajt të tij, Sidney, u desh të kujdesej për veten sepse nëna e tyre nuk ishte më në gjendje të mirë shëndetësore. Chaplin ishte i vendosur të dilte vetë në shfaqje dhe skena dhe në vitin 1897, duke përdorur kontaktet e nënës së tij, ai filloi me një trup kërcimtare. Edhe pse kjo ishte një periudhë e shkurtër dhe jo shumë fitimprurse, unë isha shitës gazetash, printer, ndërtoja lodra, djalë doktori e të tjerë, por gjatë këtyre digresioneve profesionale nuk e humba kur synimin tim përfundimtar për të bërë aktor, ka rrëfyer më vonë Charlie. Pra ndërmjet punëve, ilustroja këpucët, laja rrobat, vishja një akt të pastër dhe bëja thirrje periodike në një agjenci teatrale. Chaplin, pasi kishte marrë pjesë në disa shfaqje, ai më në fund mori vëmendjen e producentit të filmit Mark Sennett, i cili nënshkroi një kontratë me Chaplin për $150 në javë. Gjatë vitit të tij të parë me kompaninë, Chaplin bëri 14 filma, duke përfshirë The Tramp, i konsideruar përgjithsisht si klasikja e parë e aktorit. Kështu, në moshën 26 vjeç, Chaplin ishte një yll i botës së filmit dhe gjatë viteve 1920 karriera e tij ulëzoi edhe më shumë, ku në vitin 1972 fitoi çmimin Oscar. Charlie në 25 dhjetor të vitit 1977 në orët e hershme të mëngjesit vdiq në shtëpinë e tij në Zvicër, duke u njohur edhe sot si një ikonë e filmave pa zë. Ashtu si edhe në filmin e tij të parë me cilin kori sukses të madh, Fëmia 1921-shin, e ndacaku ndërthurte në figurën e tij humorin dhe shakan me dëshpërimin dhe melankolinë. Lindur në 16 prill të vitit 1889 në Londër, ai ndërtoi jetë në Zvicër në vitin 1977. Gjatë jetës, ai pësoi shumë suksese në kinematografi, por edhe shumë skandale. Charlie Spencer Chaplin rrithe nga një familje varfër dhe arriti të fitojë miliona në Hollywood. Filmi i tij Etja për Ar në vitin 1925 tematizon pikërisht këtë kontradikt, realiteti të rishtuar dhe ëndra për pasuri dhe ar. Shumica e veprave të Chaplin u krijua në kohën e filmit pa zë. Për dritat e qytetit, ai punoi në fazën e kalimit nga filmi pa zë në ato me zë, por Chaplin nuk i preferonte filmat me zë. Ai e përdori zërin me kursim dhe në mënyrë eksperimentuese. Filmat e tij dëshmojnë se ai ka pasur të drejtë, mimika, pantomimat, gjestet dhe shpreja, të gjitha funksionojnë edhe sot tek filmat e Chaplin. Charlie Chaplin ishte i dhënë pas grave dhe është martuar gjithsej 4 herë.
Yllin e ri të kinematografisë e tërhiqnin gjithmonë vajzat e reja. Kjo shpeshherë i kishte krijuar telashe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në atë e tij në Angli, apo sujt e moralit e kanë kritikuar ashpër atë dhe sidomos gruaja e tij e dytë, Lita Grey Chaplin dhe dy fëmijët. Vetëm në filmat e tij të vjetër, Charlie Chaplin luante karaktere të pakëndshëm. Shumë shpejt ai u përkushtua roleve që karakterizuan më pas filmat e tij. Ky ishte njeriu i thjeshtë që mbrohet ndaj padrejtësive të jetës. Në veprat e mëvonshme si Kohët Moderne e vitit 1936 ai ushtron dhe një kritik të thellë shoqërore, njeriu në ingranazhet e industrializimit. Një vepër mjeshtrore e Charlie Chaplin ishte filmi Diktatori i Madh në vitin 1940. Përpjekjes që konsideroi pothuajse pamundur për të satirizuar Hitlerin dhe nazistët, Chaplin ja doli me sukses. Më vonë, Chaplin është shprehur se po të kishte pasur dijenin për kampet e përqendrimit, ai nuk do ta kishte xhiruar filmin. Dhe pavarësisht kësaj, Diktatori i Madh edhe sot është një film që ja vlen të shihet. Për veprën e mëvonshme projektorët, Chaplin ka përpunuar dhe shumë prej përjetimeve të tij. Në të tematizohen ulje ngritje të artistit. Premiera e filmit u shfaq në vitin 1952, një kohë kur Chaplin përçmohej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato e akuzonin atje se ishte i afërt me komunizmin. Chaplin, i cili ishte atë kohë në Angli, nuk u lejua të kthehej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas 10 viteve ndërprerje. Charlie Chaplin rivuri në skenë në Europë në vitin 1967 filmin Kontesha e Hong Kongut, ndonse filmi me dy yjet e kinematografisë Sofia Loren dhe Marlon Brando pati aktor të nivelit të lartë. Ai nuk solli asnjë sukses komercial. Vitet e tij të fundit, Chaplin i kaloi në Zvicër, vetëm një herë u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As sot e kësaj dite nuk ka figurë tjetër në historinë e kinematografisë që të jetë kaq e pranishme se Charlie Chaplin, qoftë në reklama, në qendra tregtare, në plakata, në fotografi apo internet. Figura e ndacakut me tipare tipike të aktorit Charlie Chaplin kudo dhe në çdo kohë. Charlie Chaplin nuk ka mbijetuar kohëra, vendon se periudha e tij si regjisor i përket një të shkuaret të largët. Edhe ata që nuk janë rritur me Charlie Chaplin dhe filmat e tij e njohin ndacakun. Ai nuk kishte një yll Hollywood, thot eksperti amerikane Chaplin, sepse kur ai ishte një hyll, Hollywood nuk ekzistonte dhe sot mund të thuash që Charlie Chaplin është shumë më tepër se sa një aktor. Ai është një legjend.